Mirë. Si e keni emrin? Emin. Mos keni jetuar në ndonjë vend të pasur? Pasuria me ka sjellur vetëm trishtim. Pasuria nuk do të thotë asgjë për mua. Ju nuk u prezantuat. Do marrë gati. Unë jam Luta, ndërsa ky është Besniku. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ju jeni vëllezër? Jo, unë jam iku i Besnikut, ka disa vite që jetoj me të. Pas vdekjes së hallës, u shprëngula dhe jetoj tash këtu. Besniku është i vetëm. Po, babai i vdiq qysh më herët prej se humbi kontaktin me të birin. Besniku ka një vlla në mërgim dhe nuk dihet a është gjallë apo ka vdekur. Ikim, eja ta tregoj dhomën. Alo? Po, këtu jam. Pas 20 vitësh gjithçka ka ndryshuar. Tani, çka ke ndërmend me bo? Pse ti? Po, pse nuk i tregove dhe gjithçka do t'jetë okej. Qëse? Hynë. Ju sollu ujë të freskët. Duket se i freskët është edhe ky këtu që është. Nuk e dija e ka ndru Besniku. Mirë që përmendet Besniku se ja harrova emrin. Kur kthehet ai nga gjuetia? Në mëngjes ndoshta. Me ke zotri për kushtet. Jeni duke folur disi çuditshëm. Mos dëshironi që të largohem prej këtu. Për ju zoti një kos i ftohtë. Që ngeni bërë gati? Po, jem bërë gati. Mirë. Merre haje, është i ftohtë. Të bën mirë. Falënderit. Ko është musafiri, o lutë? Eshtë. Po në të pyta diçka. Si që të tjerët. Kish pas para? Ja. Nuk mund ta besoj. Pse çfarë ka dallim nga të tjerët? Veç pse ky ishte më i pasur. Po, por ai ishte vllai im. Jo. Nuk mund ta besoj. Po.
Nuk mund ta besoj.